Veshja tradicionale e Zadrimës, një zonë mes Vautë-Dejës, Shkodrës dhe Lezhës, po bëhet gati në një dosje për t'i bërë kërkesë UNESCO-s për ta mbrojtur si pjesë e trashëgimisë jo materiale. Në ditën botërore të trashëgimisë kulturore, drejtori rajonal i kulturës në Shkodër, Helidon Sokoli, dhe specialisti Petrit Bilali, u shprehën se veshja zadrimore për vlerat e mëdha që mbart meriton të jetë pjesë e UNESCO-s, një nismë kjo e bashkisë Vau-Idejës, ndërsa sollën në këtë aktivitet pjesë të ritualit të dasmës dhe veshjen e cila kulmon me nusën zadrimore. Vetë Zadrima është një zonë me një trashëgimi të pasur, duke qenë në mes Shkodrës dhe Lezhës, është pasuruar me një kulturë dhe me një shkëmbim vlerash artizanatit, diebërje, zejesh, me të gjitha këto zona përreth. Ndaj dhe i ka dhënë këtë mozaik të pasur veshjes së Zadrimës dhe ne mendojmë që vlerën si trashëgimi kulturore jo materiale kombëtare e meriton plotësisht veshja e nusës zadrimore, por edhe veshja zadrimore në tërësinë e vet. Ne gjetme rastin për me mbështet, sepse pami një interes dhe një prodhimtari të jashtëzakonshme në anën e zetarisë dhe në anën e diebërjeve që furnizojnë këtë veshje. Po ta shohim që jo pa qëllim ne kena ekspozuar disa elemente. Këto elemente tregojnë zenafillën e veshjes, që është qysh të prodhimi i krymit të mafshit, të prodhimi i fijes të mafshit, i fijes linohit, pamukut e me gjërë, të prodhuara me mjeshtri nga duart e grave zadrimore. Një prej hartuesve të dosjes, mësuesja Leonora Kodra, thotë se veshja zadrimore është unike në llojin e saj me elementet e shumtë që ka. Ka marrë udhën e vet kjo veshje e mrekullueshme nga një grup i madh që është kriju intelektualsh dhe sot në ditën botërore të trashëgimisë kulturore kena dëshirë që kemi kulmin në këtë aktivitet artistik edhe të jetë kjo veshje e mrekullueshme pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale. Për fatmirë tonin, sot shënohen disa pasuri materiale dhe jo materiale që mbrohen nga UNESCO, e fundit ishte kthimi i tropojës, duke shpresuar që edhe veshja e Zadrimës një ndër veshjet më të bukura jo vetëm për pashmërinë e saj, por kush e din veshjen e Zadrimës e din që ka numrin më të madh pjesëve në veshjen e saj, është veshje elegante, është një veshje që nuk mundet me e punu kushdo, dhe është një veshje që ka vetëm Zadrima, një ndër më të bukura të pasuri kombëtare që sot kena. Dy prej artizanëve në Vaunë-Dejës tregojnë se tek të rinjt është rikthyer interesi për ta veshur veshjen tradicionale të Zadrimës, por nga ana tjetër nuk ka interes për ta mësuar diebërjen e kësaj veshje. Kena një grup grash që punojnë veshjen e Zadrimës, se mirë di që kena ndërthurur, por sot jena mbledh për veshjen e Zadrimës. Unë faktikisht punojmë të gjallë këtë veshjen e Zadrimës, jena të gjitha që njëna bëjmë një proces tjetër dhe plotësojmë tamam veshjen e mrekullueshme. Jena 5 veta që jena në shoqatën Artizani Vallëbes dhe ne merrna me punën artizanët, me punimet zadrimore, edhe ne kultivojmë krymin e mnashit. Tu fillon nga fillimi 28 ditë ka ciklin krymi, edhe nga fara që merret deri në krijimin e fshikses. Në të zgja bëjmë mulesa, ja copa që është bën në të zgja, gjithë punimet, veshja zadrimore dën shumë punë. Veshja tradicionale e Zadrimës shfaqet që në kohën e mesjetës e përzier dukshëm me element arbënor, duke e bërë një prej veshjeve më të rëndësishme në trojët shqiptare. Është mbushur me stoli ceremoniale, ngjyra dhe punime artizanale të hershme me filigram, argjend e metale të tjera, çka e bëjnë unike veshjen e nusjes së Zadrimës, por edhe këtë veshje në tërësinë e saj.